Miqtë Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live, do të jemi së bashku minutat në vijim, ku fatkeqësisht do na duhet të ndalim e të flasim për një nga rastet ndoshta më të rënda të kohëve të fundit të ndodhur në një fshat të Patosit, atje ku babai ka pranuar ditën e djeshme, pasi është ndaluar nga policia se ka abuzuar sipas tij vetëm një herë me vajzën e vet. Diçka që duhet faktikisht hetuar, duke qenë se vet vajza në polici ka rrëfyer se abuzimi ka nisur që kur ajo ka qenë 5 vjeçe deri më sot që është 12. Ajo vendosi të largohej nga shtëpia e pasi policia e gjeti, bëri rrëfimin e saj e menjëherë pas kësaj policia kërkoi babain për ta ndaluar. Dje, siç u thash, babai e ka pohuar se rasti ka ndodhur vetëm një herë, ndërsa sot kur është vendosur përpara gjykatës, ka vendosur të mos flas fare, por vetëm të ketë pohime hera herës kur i bëheshin pyetje me kokë. Ky është lajmi i fundit ku deri më tani është vendosur të mbahet i arrestuar abuzuesi, pikërisht Zamir Meta, babai i vajzës 12 vjeçare. Ai është 36 vjeç, ditën e djeshme ju keni pasur mundësinë të dëgjoni në media edhe dëshmi të bashkëshortes së tij, pikërisht Juela Metës, me të cilën sot kolegja jon Luciana Hulej ka pasur një bisedë. Faktikisht, gjatë bisedës që Luciana pati me të, gazetara e Shqipëria Live i rrëfeu se bashkëshorti e ka pranuar që abuzimi ka ndodhur. Juela, e ëma e 12 vjeçares, mohon të ketë pasur ndonjëherë në jetë dieni për ngjarjen dhe pasi u njoftua nga Luciana se Zamiri e ka pranuar se ka abuzuar vetëm një herë sipas tij me vajzën, ajo tha se po ta kisha ditur, do ta kisha vrarë me duart e mia. Unë nuk kam asnjë lloj informacioni për këtë. Unë kërkoj ndihmë nga shteti, thot ajo, sepse kam 6 fëmijë dhe dua që sapo vajza ime e madhe, 12 vjeçare, të shërohet të ma ktheni në shtëpi. Unë jam në studio me Irena Shanaj, psikologe, faleminderit shumë që je me mua Irena. Mirela Jorgo, avokate, është me mua në një lidhje direkte. Faleminderit shumë të dyjave. Ne sigurisht do të kemi bisedë në vijim, por fillimisht me ndihmën edhe të regjisë do doja të ndjekim rrëfimin e nënës së 12 vjeçares. Çfarë ndodhi mbrëmjen e parmbrëmshme të hënën? Në ora 4 të mëngjesit, unë dhe burri ishim në gjumë, kravatësh. Vjen vajza tjetër në lajmëron. Mami ka ikë, motra ka shtëpia. Qojemi të dy bashkë me burrin, kontrollojmë, në për shtëpi, s'ka. Niset burrin për fshat kërkon, prapë s'ka. Në ora 4:05 deri 6, 2 orë në duke kërkuar vajzën. S'kishte. Vajti ora 6, shkon burri në komisariatin e policisë Fierit, të bëjë rëndësim për zhdukjen e vajzës. Komisariati i policisë Fierit e nis në komisariatin e policisë Patos. Shkon atje bën denoncimin për zhdukjen e vajzës. Se si dinim arsye sepse ishte larguar vajza, ona kishte marrë njeri, ose kishte ikur vetë, s'dinim arsye të dy. Ishte larguar herë tjetër? Jo, herë e parë. Se kam 20 muaj të ky fshati këtu, edhe ishte herë e parë që ka ndodhur. Asnjëherë s'ka ndodhur. Sa dhoma keni në shtëpi? Aktualisht në banesën ku jetoni? 3 dhoma. Vajza natë kishte flet këtu te kjo dhoma. Kishte shtrojë organ këtu mërte, edhe kishte flet këtu. Dhe në ato që unë ngrita me burrin, dritarin e gjithë e kishim gjithë hapur. Edhe pasi bëm denoncimin, vjen policia këtu, kontrollon. S'ka, i themi ne si ndim arsyet, sepse na ka ikur, dyshojmë ose na kishte marrë njëri ose kishte ikur vetë, s'dinim bashkë me burrin arsyet. Edhe shiko, pas gjysmë ore, kryeplaku i fshatit me vajzën e tij nisën për një gjyqse, kishte vajzën gjyqtare. Rrugës, komshia ku ishte hedhë vajza, i ndalon komshia, ishte thënë dale, se kam një çun këtu, e dinte çun që kishte plok vajzat prera. Kishte thënë, kishte zbrit nga makina, i kishte fol edhe ky, vajza s'kishte fol fare. Duke ngrënë një banane vajza, por nuk i kishte fol. As komshies nuk i kishte treguar gjë, as kryeplaku. Tani siç më tha kryeplaku. Edhe kryeplaku lajmëron policinë, policia i kishte thënë ajo vajza që kam bërë denoncim prindit për zhdukjen. Edhe shkon policia e merr vajzën, kalon këtu. Edhe dalun më thotë që e gjeta vajzën. Aty unë u gëzova. Ku ke burrin, më tha? Burri kishte dalë me vajzën tjetër për ta kërkuar vajzën, pasi iku policia.
Mirë, i thashëm ajo vajzën nuk ma la vajzën. E mori me vete, tha ma thoj burrit të vinë në komisariatin e policisë Fier. Shkon burri në komisariatin e më falë, i thanë që duhet vish në komisariatin e policisë Patos. Mirë, tha, se ishte me vajzën tjetër, që vajzën tjetër shpi, tha dhe nisu. I tha burri se i mori telefon burri. Burri bje vajzën tjetër shpi, nisem unë me burri për të komisariati. Ata marrin burrin prap telefon, i thonë, jon Patos, hajde të komisariati i policisë Fier. Aty shkojmë të dyne, bashkë me burrin. Aty gjem vajzën te Lloma e të Miturve, në rajonin e policisë Fierit. Shkojmë të dy bashkë me burrin, vajza nuk na flet të dyve. Aty ishin disa veta, bashkë me vajzën, i foli burri, vajzës na foli të dyve. Ata nuk i thanë që të kanë ardhur prindrit, nuk folën fare, po na tha hajde te Llom kthe. E lan vajzën aty, shkon te Llom aty, na morën pyetje. Çfarë ju pyetën? E pyetën burrin ka patur ndonjë pakënaqësi me ty vajza, si sillesh vajza. Edhe burri ju përgjigj që ndonjë për shkak çështjes ekonomike se ka të bëjë se me 7 fëmijë me i kra pune, njëri kërkon më pak, njëri më shumë, dikujt i ble, dikujt si ble, këtë pyetje përgjigj. Edhe mu përgjigjen edhe mua që ka shfaqur ndonjë shenjë agresiviteti vajza, si sillej, ndonjë sjellje, në shkollë si sillesh. Edhe ka marrë mësuesja telefon që ka pasur vajza ndonjë gjë, ndonjë ngringje kështu. Jo, i thash, e kam dhënë numrin mësueses dhe nuk më ka lajmëruar mësuesja për ndonjë gjë. Në shtëpi, i thash, vajza ishte mërzitur ndonjëherë. Edhe kështu edhe agravuar ndonjëherë, ziresh me vëllezrit, edhe me motrën ziresh. Unë pse më nuk do t'i lë fëmijët që tani ziren me njëri tjetrin, do ishte agresive. Po, do bëj punën time. I ndaja fëmijët, të thosha të keqe mami, zemra mami, ti je më e madhe, duhet të kuptosh fëmijët. Çfarë ndodhi më pas në polici? Më pas në polici, pasi na bën këto pyetje, na than prit jashtë. Pritëm aty, edhe na morën emrat mbi emrat të të dyve, dhe mua edhe burrit, ditëlindjet edhe emrat. Pasi ndejtëm aty, pritëm aty, na mori policia, na çoi te komisariati Patos, mua me burrin. Ndërkohë çupën, unë e di aty, te komisariati i policisë Fier, se aty e lam. Si ishim dhe ne, ndërkohë që prisnim, na mori policia, na çoi në komisariatin e policisë Patos. Aty tashi, ne i pyesim ata, sepse po presim, s'na tregonin gjë. Edhe çik, se do ta mini çupën. Çfarë momenti u arrestua bashkëshorti? Ja një sekond. Edhe prit aty në të komisariati i policisë Patos, se kisha mbledhë djalin e vogël në gjih. Na tregoni arsyen sepse po na mbani. Vajzën, ku e kemi? Aty pasaj bashkëshortin e len aty. Mua më marrin më çojnë te vajza. Vajzën e kishin çuar në ambientet e bashkisë. Shkoj unë rri me vajzën në ambientet e bashkisë aty, e vajzën kishin vënë gjumë. Ata më tha ma ka ngren kapir dhe vajza është në gjumë. Mirë, nesër e zgjuam vajzën pastaj. I blen ato ndonjë gjë për të ngrenë për të pirë, unë ngrit vajza, hengi pak. Të tha diçka, bisedove diçka me të? Keqe mami, shpirti mamit, unë vajzës nuk më tregonte vajza. Vetëm nuk më afronte, po nuk më tregonte gjë. Aty unë rria me vajzën, ndërkohë që burrin e kishin lënë atje. Unë 6 fëmijë kisha mbledh këtu me motrat e mia. Voglin gjim, motra mirë te telefon, haj se ke lënë djalin gjim. Të çfarë moshe i ke fëmijët? Të madhen e kam 12, të voglin 1 e gjysmë. Edhe isha mbledh fëmijët në shtëpi dhe i pyesjam ato, që zonjat atje, që ishin me mua dhe me vajzën, edhe në zonën në ambientet e bashkisë. Që sa do pres, se dhe ato më mirë njëra pas tjetër pyetje dhe u përgjigjsham pyetjeve. Tash sa do pres, thosha mos e kam lënë fëmijët atje, kam lënë dhe djalin e vogël në gjim. As ne se dim, prit edhe pak, tash ka ndonjëra na ju numrin e burrit që ta marr ta pyes, ka folu burri me motrat që si janë fëmijët e tjerë, si është djali që kam lënë gjë, se me vajzën isha unë aty. E shikoja vajzën. Edhe se fillim vajza s'më afroi, pastaj kur i fola vajzës i thoshja zemra mamit kanë ardhur tezet, më ka marr malli, shpirti mamit, pastaj kur i flisja për shtëpinë, domethënë ishte e qeshur, po thoshte do vitet te Zalma.
Pasaj Çfarë ndodhi më pas? pasaj, pasi e kërkova numrin e burrit unë këtyre, erdhën dy polica pasaj që morën burrin në telefon, që kishe folur me motrat apo jo, burri tha, po thashën po lini burrin shtëpi, çoni burrin shtëpi të fëmijët ashtu se motrat po thoshin do ikim, kemi punë. Se për çfarë s'diem arsyeën ose. Kur u njohe me faktin që bashkëshorti juaj ishte arrestuar në këtë akuzë? Po pasi më ndanë nga çupa mua. Çupën mos më thanë fare ku do ta çonin. Më morën mua, më çuan prapë te komisariati në Patos. Aty unë shikoj gjej burrin me pranga. Me pranga unë dhe mua më ngjisin lart tek kati i dytë ata. Ati ishte një polic. Edhe Burrin e kishin arrestuar. po kishin vënë pranga. Ju a komunikuan aty që ai ishte. Po më thanë që ka pranuar që atje unë ku isha me vajzën, gjoj që vajza fliste për babajin, që jo babai më prekte, më kapte unë, prapë nuk më rasi bom kjo, se s'kisha parë gjë me sytë e mi. Ju vetë kishit parë ndonjëherë ndonjë sjellje të çuditshme të vajzës? Kishit nuhatur diçka ose ndonjë sjellje të çuditshme të bashkëshortit? Kishit vënë re diçka të dyshimt? Jo, para syve të mi s'ka ndodhur asgjë. Pas krave të mi, kur nuk di gjë, po se pa ta parë me sytë e mi, nuk mund të them që e kam parë. Po se pa ta parë para krave të mi, unë nuk di gjë. E kuptoj, ju jeni gjatë gjithë kohës me fëmijët në shtëpi, kush punon? Burri ikën në orën 6 të mëngjesit, vjen në orën 6 të pasdites, punon suba në palas, me i firmë këtu. Vinte nga puna, do hante bukë, do lash, do dilte do pinte kafe, pije këto. Edhe kthesh, blinte edhe ushqime për shtëpi, sa ai e mante ekonominë e shtëpisë, edhe kthesh. Flinte gjumë, ikte prapë në punë. Këto ishin. Vetëm të dielave që kishte pushim në nxirrte. Se gjatë javës ishte në punë. Abuzimi mendohet që ka ndodhur këtu në shtëpi? Kur s'kam parë gjë me sytë e mi, unë nuk mund të them gjë. Unë atje gjoha në komisariatin në ambientet e bashkisë. Kur ishe më çonte vajza, atje i dëgjova këto në vajza, më rasi bom. Ti tha vajza. Po pyetje që po i benin ato vajzat atje, po i dëgjoja edhe unë, se çfarë po thoshte vajza për babain e vet. Dhe çfarë tha vajza? Tha që babai e prekte. Unë kur s'kam parë gjë me sytë e mi tashi, nuk mund të them që e pash. Tani se çfarë ka bërë prapa krave të mi, unë nuk e di këtë. E kuptoj, pa dashur që t'ju vënë dhe juve në pozita të vështira dhe të pakëndshme. Si ka qenë marrëdhënia juaj me bashkëshortin? Si ka qenë karshiush? Kam 13 vjet martuar me këtë burr. Mirë ka qenë marrëdhënia. Ka patur ndonjëherë probleme, ka qenë ndonjëherë i dhunshëm me ju, probleme me alkoolin? Alkooli se fuste ngoj fare, se përdorte fare alkool. As alkoolin, as dohan. Me ju me fëmijët ka qenë ndonjëherë i dhunshëm? Para syve të mi, jo. Po pas krave të mi, unë nuk e di. Po ju pyes për ato çfarë ju di. Po, unë ato që di, ato do them. Edhe tash kur i kishin vënë pragat burrit, ato më çun lart. Te policë atje. Fole me burrin? Me burrin prit, edhe pasi më çuan lart ai polici mua se burrin e lan poshtë ata. Edhe tha i polici atit policit merrem pyetje, tha i po gënjeve dhe kjo rast e brenda, për çfarë do gënjeu, për çfarë arsye? Patëm ndonjë moment komunikim me të? I thash pse ma bëre këtë? Kur u s'di gjë. Si ka ndodhur, pse ma bëre? Çfarë? Të kam dhënë 7 fëmijë, tha 7 hyje. Rri çka kemë, tha kaq. I mora sendet edhe ika pastaj. Keni patur mundësi të komunikoni tani mbrapa me vajzën? S'kam pasur mundësi fare. Po me njerëzit e bashkëshortit kemi komunikuar? Bashkëshorti nuk ka prindër, janë të ndarë prindërit. E kanë lënë qenë një muesh, e ka rritë gjyshja dhe gjyshin e një fshat të Belenës Stoç. Edhe nuk ka njerëz? Jo. Fëmijët vetëm pyesin që ku është babai, kam thënë ka shkuar në Gjermani. Po për motrën Ja kam treguar situatën fëmijëve, se si t'u them fëmijëve. Ata janë në moshë të vogël. Pyesin dhe për motrën. I kam thënë ka shkuar motra, do vi motra prapë. Por vajzën e dytë, e keni pyetur nëse ka qenë dhe ajo prej ndonjë ngacmimi nga ana e bashkëshortit tuaj? Nuk e kam pyetur vajzën. Juve si nën, keni dyshime për këtë? Dyshime për çfarë? Që mund t'jetë abuzuar edhe vajza tjetër?
Kur unë s'kam parë gjë me sytë e mi, nuk mund të them që është abuzuar vajza e madhe apo vajza e dytë, se para krave të mi unë nuk e di qa bën bashkëshorti, apo kur jam unë gjumë, nuk e di. Po e pati berë bashkëshorti të kalbet në burg të marri dënimin e merituar, se unë atë njëri po e pati berë. Po më pati përdunur e vladit, unë atë njëri nuk e dua me. Se po ta dia, do të vrisja vetë me duart e mija, në mbrojtje të vajzës. Edhe nuk rri me një njeri unë 13 vjetë. Bashkëshorti juaj ka dalë sot përpara gjykatës dhe ka pranuar që ka abuzuar një herë me vajzën. Po ka pranuar që ka abuzuar një herë me vajzën, kalbet atje në burg të marri dënimin e merituar. Unë atë njeri nuk e dua me. Unë po ta dje do të kisha vrarë vetë me dorët e mia. Do dilja në mbrojtje të vajzës. Ju më tha që vetëm bashkëshorti juaj ka qenë krah pune në familje. Tani e tutje, me çfarë të ardhurash do jetoni? Çfarë ke menduar për të ardhmen? S'kam të ardhura, asnjë të ardhur. Tani jam në mes ka të rrugë. Vajzën e kanë çorë shteti ka srohu për rehabilitim në Tiranë. Ai që merresh me ekonominë e shtëpisë tash, po merret shteti. Unë tash bëj apel, kjo që më ka rënë mua mos i rend asnjërit. 6 fëmijë kam këtu, pa shtëpi, të ardhura s'kam, për të punuar nuk punoj do të se kam fëmijët. Bëj apel shtetit, i lutem, kur edhe kush ka mundësi i përgjërojmë, të veri dorën në zemër, për një banesë për shtëpit, më lidhe dhe një pension mujor, mos më rrinë fëmijët jashtë pa bukë. Momentalisht me çfarë po ju ushqen fëmija duke qenë se bashkëshorti tashmë është në burg? Këto përgjatë këtyre ditëve, kush është kujdesur për juve? E vëllai, po vëllai do iki tash. Bëjmë një grua e fortë tash, do rris fëmijët e mi, se unë atë njeri nuk e dua me, përderisa pas ka pranove, unë nuk e dua me atë njeri tash. Të kalbet atje në burg, marri dënimin e merituar. Unë më intereson vetëm vajza tash dhe fëmijët e tjerë. Të bëjmë një nënë fort e t'ja dal me fëmijët e mi, bashkë me fëmijët. Dua që kur të më shërohet vajzat ma sjellin. Vajza më ka mua, ka motrën, ka vëllezërit. Kur të më shërohet bëj apel që të ma sjellin vajzën. E këtë apel është radhë të parë për vajzën, që kur shërohet ma sjellin dhe apeli i dytë ju lutem i përgjërojmë të më ndihmoni. Kush ka mundësi, shteti ta veri dorën në zemër, të shikoj unë jam nën me 6 fëmijë tash, me ra ky halli. Vajzën tjetër nuk e kam këtu. Qallë që më ka rënë mua mos i rënë asnjërit. Mirë, më herët ndoqëm rrëfimin e nënës 12 vjeçare se cila është abuzuar nga jati në një fshat të Patosit, por do doja të ndaja vetëm një informacion të shkurtër përpara se të jap fjalën ty Irena dhe Mirelës. Përpara trupit gjykues, babai i 7 fëmijëve ka deklaruar se ka kryer marrëdhënie seksuale me të bijën vetëm një herë në makinë teksa kanë qenë të dy dhe po ktheheshin nga Tirana. Një ditë më parë, gjatë marrjes në pyetje, vetë e mitura ka dëshmuar se kjo s'është e vërtetë, sepse sipas saj babai ka kryer marrëdhënie seksuale me forcë në mënyrë sistematike që nga mosha 5 vjeçare, duke përmendur dhe një episod në Gjermani kur kishin emigruar përpara një viti. Irena, po. Është një nga ato ngjarjet tragjike, tronditse, rënqetëse, që ka bërë bujë në mbar opinionin publik. Na ka tronditur, na ka lënduar absolutisht të gjithëve, gjithë psikikën të ndërgjegjen e çdo qytetari dhe të çdo prindi, të çdo babai dhe nëne që rrit fëmijët në këtë ditë sot. Është një rast kriminal dhe një alarm i fuqishëm për mbar shoqërinë. Më vjen mirë, mund të them, që vajza ka gjetur guximin të flasë, të jap zë të vërtetës së saj, të traumës me të cilën ka jetuar dhe ka arritur ta stopojë ciklin e heshtjes, të heshtjes së diktuar nga presioni familjar apo i komunitetit apo i të afërmve.
Mirë po është një ndër rastet, si shumë rastet e tjera abuzimi, veçanërisht kur abuzimi vjen nga prindi biologjik që është tejet llaktarisëse. Një ndër rastet që pa dyshim mund të parandalohej. Si? Sepse fëmia 5 vjeç, aq i mitur, sigurisht që ka komunikuar disa sinjale sjellore, ka bërë disa sjellje të dyshimta. Dhe një prind i kujdesshëm dita lexoi dhe arrin ta kuptoj ndryshimin në sjellje, në emocione, në fizik, ndryshimin në përshtatshmërinë që ka fëmia në rrethin e tij shoqëror, pra qasja që ka fëmia, padyshim që abuzimi aq më tepër pra ka qenë gjithë akti monstruoz ka qenë përmes dhunës. Kështu që fëmia padyshim këtë dhunë e ka bërtitur në forma të tjera. Pra, ka patur sinjale, fëmia është bërë agresiv, ka patur shpërthime dhe her pas hershme, ka filluar të bëhej më konfliktuale. Këto ndryshime sigurisht që e kanë një përse, sepse sjelljet janë gjithmonë të motivuara nga nevoja për të dëgjuar, nga nevoja për të kuptuar, nga nevoja për të vënë re, dhe kur ti si i rritur, sepse fëmijët gjithmonë në mendjen e tyre kanë të kristalizuar idenë që prindi i rrituri, adulti, arrin të kuptoj gjithçka. Dhe në momentin që nuk ja kupton, mendojnë që ti po qëndron indiferent, ti po zgjedh të mos e kuptosh, të mos e flasësh. Më bëri përshtypje, në momentin që babai në polici ka pranuar rasti, unë nuk do thoya që ka ndodhur një herë dhe është më e lehtë se nuk ka ndodhur aq herë sa thot vajza. Është budallëk po. Kjo nuk e zvoglon krimin. Pikërisht, pra tani babai thot ka ndodhur vetëm një herë abuzimi seksual me vajzën, kur kemi qenë të dy në makinë duke u kthyer nga Tirana për në shtëpi. Ndërkohë vajza thot që ka ndodhur që prej moshës 5 vjeçare, madje kujton dhe raste konkrete duke përmendur Gjermaninë kur kanë dashur të emigrojnë përpara një viti. Çfarë përgjegjësie ka nëna? Jo vetëm morale, jo vetëm përgjegjësinë që i cakton nëna natyrë, se është nëna e fëmijës, por aspekti biologjik. Po, se këtë pyetje ta bëj dhe Irenës, por edhe nga ana penale a duhet sipas teje ndjekur ose jo? Një nënë e cila thotë unë nuk di se çka bër pas krave të mi, sa përgjegjësi dhe deri ku shkon përgjegjësia e prindit të nënës? Tani përsa i përket përgjegjësisë penale, sigurisht unë do t'ja delegoj zonjës avokate, le të flasja ajo më me kompetencë për fushën e saj të ekspertizës, ndërsa përsa i përket një interpretimi psikologjik, sigurisht që mundemi ta bëjmë. Si që thash, janë komunikuar sinjalet e para sjellore. Nëna patjetër që është përgjegjëse për ndërtimin e lidhjes emocionale, për ndërtimin e besimit themelor tek fëmia, që do të thotë është përgjegjëse padyshim në të gjitha termat, është përgjegjëse për ndërtimin e një komunikimi të afërt me fëmijën, për ndërtimin e një aksesi emocional, fëmia të ketë lehtësi të shkojë, t'i trokas shpirtit kësaj nëne, t'i flas dhembjet e saj të heshtura. Kështu që padyshim nëna nuk mundet, nuk dua që kategorikisht një profesionist nuk mundet të ketë një optik gjykuese ndaj prindit, sepse ajo nën ndoshta në kushtet e vëna mund të ketë bërë më të mirën e saj, por trauma që i është shkaktuar këtij fëmije përmes abuzimit dhe përmes braktisjes së fshehur, pra ju po zgjidhni të qëndroni indiferentash në psikikën e këtij fëmije, padyshim që është ndërtuar ky koncept. Pra, babai po e bën dhe ti si nën po hesht, sepse unë po e flas në mënyrën time.
Unë po e bërtas të vërtetën time. Shiko, ti je psikologe dhe unë për këtë kam shumë nevojë për ndihmën tënde. Të më shpjegosh si të duk rrëfimi nënës, sa i vërtet dhe sa do thoje që okej, mund edhe të ngrihen hipoteza që diçka më shumë dhe mund ta ketë ditur. E vështirë t'jap një përgjigje, sepse nuk dua të jetë influencuese në rrethin e gjerë. Mirë po, për hir të së vërtetës, dhe i qëndroj shumë stoike besimit që të vërteta duen thënë dhe nuk duen heshtur, dhe sa mirë që jemi për t'i thënë dhe për t'u thënë sa. Çdo nën e njeh fëmijën e vet. Çdo ndryshim, çdo qasje e ndryshuar në sjellje, në përjetime, është shumë lehtësisht e lexueshme pavarësisht nivelit arsimor, pavarësisht edukimit emocional që mund të ketë nëna, pavarësisht halleve dhe vështirësive në të cilat arrin të rrisë dhe edukoj këta fëmijë. Disa sinjale nëna mund t'i ketë lexuar, mirë po, për fat të keq, presioni jashtëm, frika që janë kaq fëmijë, po jetoj, më duhet të rris 7 fëmijë, më duhet të jem unë tashmë shtylla e ekonomisë. E ka bërë të mbylli syt. E ka bërë, po, të mbylli syt. Mirela, të pash të shokuar hera herës kur po dëgjoje rrëfimin, do doja një mendim tëndin si grua fillimisht, e pastaj do të të bëj 2-3 pyetje si avokate. I bashkangjitem opinionit të psikologes që një nënë është shumë përgjegjëse për sjelljet e fëmijëve. Edhe është skifteri në të cilën ajo shikon çdo reagim të fëmijës. Kjo grua, me sa pashun, ka 7 fëmijë, sepse 6 i kanë në shtëpi dhe vajza që kishte rrëfyer dramën. Njëkohësisht vura re kur e pyetëm për bashortin që çfarë lidhjesh ka, domethënë çfarë origjine ka, nga vjen. Bashorti vjen nga një familje shkatruar, domethënë prindër të divorcuar, të rritur nga gjyshi, unë edhe që në tiparet që e shoh këtë person, kemi bërë një lëndë që i themi kriminologjia, edhe shikojmë në kriminologjinë kemi studiuar mënyrën se si tiparet e një njeriu përcaktojnë edhe sjelljet e tij në të ardhmen se çfarë individi do rritë. Unë shikoj që në pamjen vizuale që më jep mua nuk më jep ndjesi të mirë kur e shikoj. Nëna faktikisht është përgjegjëse për të gjitha çfarë ndodh me fëmijën. Nuk mund ta justifikoj nënën që pas krave të mi, unë nuk e di se çfarë ka bërë ai. Kjo nënë është faktikisht ai babai i fëmijës punonte dhe mbante familje. Nëna, detyra e kësaj nëne ishte të kujdesej për fëmijët. Të detyrë kishte kjo nënë. Detyra e nënës ishte të kujdesej për fëmijët, për të gjithë fëmijët. Pavarësisht kushteve ekonomike, kjo nënë duhet të ishte vigjilente për të gjitha sjelljet që reflektonte fëmia. Ne e dim shumë mirë sepse jemi gra, jemi nëna vet, dhe e dim shumë mirë ku një fëmijë acarohet ose tregon sjellje agresive, diçka ka dhe ne shqetësohemi dhe themi kush e ngacmoi, pse është agresiv në mënyrë të tillë ose është dhe kundërta. Zakonisht fëmijët të tillë kur ndodhin ngjarje të tilla mbyllen në vetvete ose nuk reagojnë, janë indiferent. Domethënë ka një lloj sjellje të çuditshme që nuk është normale me sjellje që ka pas patur. Tash të abuzohet me fëmijën që 5 vjeç dhe kjo nënë të mos di gjë se çfarë është bërë me fëmijën është shumë absurde. Nuk mund ta shfaqsoj 100% nënën për të thënë që është në kushte të vështira ekonomike apo zhvillimi kulturor i nënës dhe të them që nuk e ka pas ditur se çfarë është bërë brapa kravit të mi. Nuk, domethënë shiko, Mirela, arrita kuptoj edhe irritimin që mund të jetë krijuar kujdo që e ka ndjekur, jo vetëm ju në studio, mua apo kujdo që e pam këtu, po kushdo që e ka ndjekur edhe nga ekrani. Pra, irritimi është i kuptueshëm. Çdo kush thot më fal, ku ishte kjo nëna kur ndodhi gjëja? Deri këtu jemi okay. Tani unë nga ana jote dua të kuptoj vetëm një gjë. A ka diçka që mund ta cënoj penalisht nënën?
Nuk mendoj se ka diçka që mund ta rëndoj penalisht për vetë fakti sepse fëmia në deklaratat e veta thot për baba. Po, pra fëmia nuk pohon që nëna të ketë djeni. Jo, në më thëmë, me sa pash atë pjesën e transmetuar, fëmia thot që flet vetëm për baba, nuk thot për nënën. Por mua më bëri përshtypje në intervistën e nënës, kur tha kur shkova me bashortin, fëmia nuk më fliste as mua, as bashortin. Do me thënë, ky fëmi 12 vjeç ka një lloj revolte të papar brenda vetes që nuk shef dot me sy as nënën e vet. Ka një hendek emocional mes tyre, mes fëmijës edhe prindërve. Fakti që nuk... Prandaj them, pra, do me thënë, fëmia që duhet pyetur e duhet marrë nga institucionet, padyshim, si është kalvari që ndjek tani? Si funksionon? E marrin institucionet? Është në kujdesin, po. Duhet të patjetër në kujdes e psikologëve dhe çdo pyetje e marr në seanca gjyqësore duhet jetë në pranim të psikologut. Për të parë që kjo revolt që ka kjo vajzë 12 vjeçe, dhe nuk është e vogël, 12 vjeçe është gjako shiente për çfarë thot? Para adoleshente. Dhe duhet dëgjuar me shumë kujdes logjikën që ka, se duhet të jetë fëmijë shumë inteligjent për të kuptuar. Domethënë, ky lloj fëmie ka një lloj inteligjence emocionale shumë të zhvilluar. Unë e shikoj mënyrën se si reagon, mënyrën se si është larguar nga shtëpia. Ka arritur një moment kur ka thënë mjaft. Domethënë nuk ka duruar. Është larguar nga shtëpia në orën 4 të mëngjesit. Në 4 po, është konstatuar. Në 4 të mëngjesit, domethënë është diçka më e rëndë se kaq sa çparaqitet në seancë gjyqësore me atë rrëfim që ka patur. Okej, sepse nëna thoshte, është larguar në 4 të mëngjesit, ka dalë nga dritarja dhe ka ikur nga shtëpia, ka shfaqur disa herë sjellje agresive, ndonjëherë ishte e mërzitur në shtëpi, po unë qëndroj pak a shumë te kjo linja që edhe psikologja në studio thotë, hint ka, pra jep shenja fëmia vet, duhet të dish ta kuptosh dhe lexosh, apo një nën arrin ta dalloj? Instikti nënës është i pagabueshëm. Ne femrat kemi një dhunti të jashtëzakonshme. Po zonja është një dhunti, okay. Kam qenë në gjumë, se unë sam si ta di. Natyra dhe Zoti na ka pajisur me një dhunti të jashtëzakonshme që quhet intuit. Intuita jonë është e pagabueshme. Shtuar edhe instiktin e prindit, të nënës, të mbrojtjes, të afërsisë emocionale dhe të lidhjes shpirtërore që ke me fëmijën, nuk të lejon të gabosh kurrë. Kush e ka këtë lloj afërsie, padyshim nuk mund të gaboj. Çdo gjë, çdo gest i vogël, çdo mimik, çdo posturë dyshimt, çdo qëndrim, sepse fëmia ka dhënë sinjale, pra fëmia ka jetuar me ankthin, me dhembjen, me traumën, me vetëfajsimin, gjithë këto shpërthime të her pas hershme, gjithë këto konflikte, e kanë patur një emërtim. Nuk kanë lindur nga hiçi. Madomendja ose të paktën të tilla sinjale jepen në rastet e abuzimeve, veçanërisht nga prindi, pra në raste incestesh ndodh që fëmia fillon edhe ta shmang, ta refuzoj kontaktin apo të qëndruarin vetëm me prindin abuzues. Kështu që disa sinjale ka patur, eksakt, po edhe në familje, domethënë nëna mbase nuk ka qenë e vëmendshme, po jam e bindur që diçka këtu ka patur, pra ka patur sinjale që i shmangej, e mënjanonte, i largohej kontaktit apo të qëndruarit vetëm për vetëm, sepse ishte pre, pa diskutim do ishte pre e një aktit mundshëm. Kuptoj. Po, Mirela? Unë vura re që nëna tha bashorti saj punonte dhe sillte të ardhura, punonte në një nga të resortet në Bregdet, dhe na nxirte kur kishte pushim të dielave. Panorama e një familje të lumtur dhe të një kohe cilësore të kaluar së bashku, që përmbyset në këtë moment. Të dielave dhe e nxirte bashorti këtë grua me fëmijë të dielave. Kjo nën kaq e vëmendshme tek fëmijët e vet. Nuk vinte re ndonjë sjellje te ky fëmijë ose si Mirela, flasim nga ana profesionale, të lutem, më shpjego pak në Shqipëri si dhe sa dënohet incesti. Atëre, vepra penale e pasqyruar në këtë ngjarje është shumë e rëndë dhe që përfshin tre çështje. Janë
marrëdhënie seksuale me të miturin. 1, 2 është përdhunimi, 3 incesti, 4 shkelje të detyrimit prindëror dhe abuzimit me autoritetin familjar që ka. Në kodin penal aplikojnë disa nene në varësi të rrethanave. Domethënë duhen shqyrtuar pjesa e rrethanave në cilën ka ndodhur ngjarja. Neni 100 thot, marrëdhënia seksuale me të miturin që nuk ka mbushur moshën 14 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet. Neni 102 thot, nëse marrëdhënia seksuale është me dhunë, dënohet nga 10 deri në 20, dhe neni 100 thot, marrëdhënie seksuale me lidhje gjaku, që quhet incesti, me burgim nga 3 deri në 7 vjet. Të gjitha këto vepra bashkohen dhe merr një dënim maksimal, që mund të shkojë deri në 25 vjet ose burgim të përjetshëm. Varet nga rrethanat, varet se si do shkojnë seanca gjyqësore dhe varet si do analizohen, do jenë rrethana rënduese apo lehtësuese. E fundit, përpara se t'ju falenderoj të dyjave, më shpjegoni pak a duhet realisht, sepse po dëgjoja rrëfimin e nënës dhe në fund shumë shpesh po cekte që kemi nevojë për ndihmë sociale, unë kam 6 fëmijë dhe duaj që kur vajza të jetë e shëruar të ma kthejnë dhe vajzën e madhe. Në gjykimin tuaj tejet personal, vetëm personalisht, si mendoni që duhet të ndodhë? E nisim bashkë po. Patjetër. Ajo që mua më vrau pak veshin edhe më bëri çudi ishte ose që doja të dëgjoja, edhe që në asë një sekuencë nuk e pata kënaqësinë ta dëgjoja, ishte që nëna mbështeste absolutisht versionin, historinë tronditëse, traumatike të së bijës. Thoshte unë nuk di dhe unë nuk kam parë gjë. E vendosur në këtë pozitë, neve jemi praktikisht duke e ritraumatizuar atë fëmijë. Pra ka ndodhur abuzimi, ka ndodhur viktimizimi i fëmijës, fëmija është përdhunuar, fëmija është tronditur, fëmija është rritur mes një abuzimi persistent me pasoja të thella, afatgjata, tronditse, falë Zotit jo të parikuperueshme, sepse mjafton një kujdes i specializuar psikosocial në terma afatgjat, një ndihmë psikologjike afatgjat, që ta rehabilitoj fëmijën dhe të rifitoj ndjenjën e besimit, të sigurisë, të dashurisë dhe të mjafton që të vihet në mjedise më të sigurta ku ndjehet e dashur, e vlefshme dhe e sigurt. Këtij fëmije kësaj vajze është vjedhur fëmijëria. Është përçudnuar fëmijëria, kështu që dashtë Zoti dhe dashtë drejtësia që të optimizohet dënimi për abuzuesin, për babain abuzues. Dhe, nëna mund të bëj apelin e saj, sigurisht uroj të ndihmohet edhe në terma financiar, edhe për rritjen e 6 fëmijëve të tjerë. Dëshiroj me gjithë zemër, unë, çdo nën, çdo shqiptar, dëshiroj që ky rast të mos ketë qenë thjesht një cikël abuzimi dhe të mos jetë pasuar edhe tek fëmijët e tjerë, sepse morën vesh edhe vajzën 11 vjeç. Për babain nuk ka qenë ndonjë problem fort i madh mosha, sepse me numrat ka qenë lehtësisht i adaptuar, ka abuzuar që në moshën 5 vjeçare. Le të urojmë me gjithë zemër që nuk dua të hamendsoj më gjatë. Nëna le të ndihmohet financiarisht, le të jepet një mundësi ndoshta me një banesë, mundësi për të edukuar, shkolluar e tjerë fëmijët, po mbi të gjitha le të mbrojmë interesin më të lartë të fëmijës, të vajzës. Vetëm 30 sekonda kemi kohë, Mirela, do të të lutesha nëse më ndihmon dot sa zgjat zakonisht gjyqi për të tilla raste. Pra, po mbahet në burg zotëria në fjalë, Zamiri, por çfarë ndodh në vijim? Kanë bine që pjesë e mas sigurisë japin shpejt, edhe gjykimi mendoj se do t'jetë të paktën në shkallë e parë, besoj do zjasi një vit njerë, besoj po. E qartë. Rasti tillë, në më thënë një vit. Pastaj shkalla e apelimit që ai mund të ketë, po të masën e sigurisë këta japin brenda 72 orëve, të shohim se patjetër që do ketë
penalizim mendoj në parapuntim dhe varet se çfarë do vendosi gjyqtari ose avokati si do ta justifikojë veprimet që ka bërë. Mirë, Mirela, të falenderoj shumë edhe ty Irena. Ishte një nga ato tema që është pak e vështirë të flasësh edhe ju jam mirënjohëse që zgjodhët termat e duhur edhe për të mos e rënduar më shumë situatën. Faleminderit shumë që ishe në studio Irena. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Jemi rikthyer, do të flasim për një tjetër rast të rënd të ndodhur këtë herë në Britani. Fillimisht do doja të përshëndesja avokatin Samir Kumria në një lidhje direkte, Martin Kiri, gazetar. Faleminderit shumë për kohën tuaj sot. Nuk është se mungojnë raste tronditse edhe nga Britania, atje ku një infermiere ka vrarë 7 foshnja dhe ka rrezikuar po ashtu 10 të tjera. Fillimisht Martin do kërkoja ndihmën tënde për të më bërë një përshkrim të asaj që ka ndodhur, e më pas dua të flas pak me Samirin për mënyrën se si është marrë vendimi për ndalimin e saj. Më thuaj. Po, faleminderit. Është një ngjarje që i ka fillimet që nga viti 2015, pra që bëhet fjalë në këtu një dekadë më përpara. Bëhet fjalë për Lucy Letby, një infermiere siç e thatë, e cila punonte gjatë asaj periudhe në spitalin e konteshës së QSH dhe ajo është akuzuar, më thënë është investiguar më pas pasi ka pasur një rritje të lartë të numrit të vdekjeve të foshnjeve dhe pas një farë periudhe, ndërkohë që mjekët e spitalit nuk gjenin shkaqe natyrale apo të lidhura me mjekësinë për të cilat foshnjët ndronin jetë, kanë alarmuar policinë dhe policia ka filluar një investigim në atë kohë dhe më pas në vitin 2020 Lucy Letby është akuzuar zyrtarisht si vrasja e këtyre foshnjave dhe pas një gjykimi që ka zgjatur disa kohë në vitin 2023 më pas ajo është dënuar për është gjetur fajtore për vrasjen e 7 foshnjave dhe tentativën për vrasje të 6 të tjera dhe më pas një rigjykimi në vitin 2024 është gjetur fajtore dhe për tentativën e një vrasje të foshnjës tjetër, pra në total për vrasjen e 7 foshnjave dhe tentativën për vrasje të 7 të tjerave. Megjithatë, do doja pak a shumë të më bëje një përshkrim se si është komentuar në Britani gjithë rasti dhe çfarë ndodh me spitalin, sepse është folur shumë se ka edhe mjek të tjerë, madje edhe drejtues të këtij spitali që vendosen përpara drejtësisë apo jo. Po, tani kohët e fundit, që nga marsi ka filluar një investigim tjetër nga policia për të investiguar nëse ka njerëz të tjerë të involvuar pra të përzier në këtë histori, në këtë çështje kriminale, duke pasur parasysh se ata mund të kenë implikime të drejtë për drejta ose indirekte pra me veprimet apo mos veprimet e tyre dhe si pasojë e këtyre hetimeve që nga marsi tashmë kemi edhe 3 të arrestuar nga i njëjti spital të cilët kanë punuar përgjatë asaj periudhe në këtë spital dhe janë arrestuar pra dhe ju është bërë ditur akuza, megjithatë tashmë po hetohen në gjendje të lirë dhe ata akuzohen gjithashtu për manslaughter, pra për vrasje pa dashje, për neglizhencë të madhe. Dhe duhet të theksoj këtu se ka një diferencë akuza atyre që është bërë vrasje nga pakujdesia për neglizhencë të madhe, pasi nëse do ishin akuzuar thjesht për vrasje, thjesht nga pakujdesia, korporata vetëm pra spitali vetëm do gjobite, ndërkohë tani nëse ata gjenden fajtor nga neglizhenca e madhe, pastaj ata do kenë dënim dhe me borë. Samir, më shpjego si është marrë vendimi, një ngjarje që ka nisur që prej 2015-s bën mirë Martini që e thot dhe që realisht ka pasur dëshmi, fakte e të tjera që çuan drejtësinë të merrte vendimin e ndalimit të saj. Është një rast në fakt që ka shokuar tërësisht jo vetëm Britaninë e Bashkuar, por edhe më gjerë. Pikërisht në vitin 2023 kur ka marrë dënimin përfundimtar Lucy Letby, është dënuar me 15 dënime të përjetshme. Dhe në çfarë prokuroria ka dhe ka evidentuar si prova në lidhje me neglizhencën e saj dhe me ndërhyrjen të drejtë për fatkeqësisht humbjen e jetës të 7 foshnjave dhe tentativa ishte dhe Martini e cilësoi të 7 foshnjave të tjerë, arriti të bëri që të marrë një dënim me 15 dënime të përjetshme. Ajo çka është konstatuar në 6 mujor që në fundit që kanë filluar hetimet edhe përveç strukturën spitalore, pikërisht ka çuar në arrestimin e 3 prej zyrtarëve të lartë të spitalit, u akuzohen aktualisht për neglizhencë.
Këtu do të dohet të ndaleshe në një ndarje të rrënjësore, e cila bën diferencën ndërmjet në pakujdesis, padjeni të drejt për drejt dhe mosveprimit pavarësisht paralajmërimeve. Pasi pikërisht kjo ndarje bën dhe në marrje në një dënimi krejtësisht ndryshe në varësi të përfshirjes, nëse ka qenë në padjeni të drejt për drejt, ose mosveprim dhe pse ka pas palevërime konkrete nga stafi, nga ekipi, për mënyrën se si po vepronte Lusi Lebi në trajtimin dhe në menaxhimin e foshnjeve. Flasim për një dënim nga 4 deri në 10 vite burg për një papajësi të drejtpërpër pajësi mesatare, ku lidhet me pakujdesi, padjeni të drejt për drejt, dhe një dënim prej 10 deri në 25 vite burg, ose më shumë për fajësi të lartë, mosveprim pavarësisht palajmërimeve. Por duhet të kemi konsiderat se këtu rrezikohet edhe një burg i përjetshëm nëse provohet se mbulimi i qëllimshëm apo neglizhenca ka qenë ekstreme nga drejtuesit e strukturës. Nëse do të thoje mendimin tënd personal, a është marrë vendimi i dur apo duhet të ishte më i rëndë? Aktualisht që flasim, vendimi i rëndë dhe i dur i është marrë për Luci Lebi, e cila ka marrë 15 burgime të përjetshme. Po. Për sa i përket 3 drejtuesve të strukturës. Tu më qëndro tani. Drejtuesit çfarë përgjegjësi e kanë? Drejtuesit kanë përgjegjësi nëse vërtetohet se ato kanë qenë në dieni të veprimeve neglizhuese ose drejt për drejt cënuese të jetës së foshnjeve të infermierëve që punonte në atë spital, patjetër që ato kanë përgjegjësitë e tyre dhe nëse kanë qenë pakujdesi nga padjenia drejt për drejt, ata rrezikojnë një dënim nga 4 deri në 10 vjet burg. Por nëse provohet se pavarësisht palajmërimeve të çumta që mund të ketë pas ndaj infermierës Lusi, nga stafi ose nga qytetarë dhe nga familjarë të foshnjeve që kanë humbur jetën fatkeqësisht, dhe nëse këta drejtorë nuk kanë marrë masat e duhura, patjetër që ata marrin dhe rrezikojnë përfshirjen e tyre në këtë çështje. Por mbi të gjitha, nëse vërtetohet se ata kanë qenë në dieni dhe nuk kanë marrë masa ndaluese dhe denoncuese ndaj infermierës së tyre, patjetër që ata rrezikojnë dhe duhet rrezikojnë dhe burgimin e përjetshëm. Duhet rrezikojnë burgimin e përjetshëm. A më shpjegon dot Martin se çfarë kalonte në mendje sipas mediave në Britani, në mendjen e kësaj zonje që kryente këto akte, pra çfarë fitonte? Pse i mori jetën faktikisht 7 foshnjeve? Vërtet, fatkesisht është një tragjedi e madhe dhe diçka që pavarësisht dënimit të saj, familjarët e foshnjeve akoma po përballen me këtë situatë, pasi çështja po sillet akoma në vëmendje dhe pas dënimit të saj, me dënimin e tanishëm, për sa i përket edhe pyetjes suaj, më falni, me arrestimet e tanishme, ndërsa për sa i përket pyetjes suaj do të thoja që është e pamundur të dihet se çfarë shkonte në mendjen e kësaj infermieri e cila ishte në kujdesin e tyre dhe duhej të kujdeset për këtë foshnjë të sapo lindura. Ajo është akuzuar dhe është gjetur fajtor në fakt pse ajo i vriste foshnjat me injektim të ajrit duke bllokuar kështu qarkullimin e gjakut, një mënyrë tjetër ishte mbi ushqyerja, por gjithashtu edhe helmimi me insulin, por dhe atake fizike të cilat ajo për të gjitha këto është gjetur fajtore, por është shumë vështirë të dihet se çfarë ka shtyr. Jo, ajo që dua të kuptoj është nëse ka pasur probleme të shëndetit mendor apo diçka të këtij lloji, prandaj edhe them. Po, nuk është raportuar absolutisht që të ketë pasur probleme të shëndetit mendor, pasi edhe sikur ishte në fakt provuar që ka pasur probleme paraprake të shëndetit mendor, besoj që edhe dënimi i saj nuk do kishte qenë me 15 life sentences, pra me 15 dënime të përjetshme, do kishte pasur disa lehtësime në këtë aspekt, por nuk ka pasur asnjë provë që tregon se ajo ka pasur probleme të mëparshme të shëndetit mendor dhe nuk ka indikacione të tilla. E kuptoj qartë. Do doja edhe një pyetje të fundit për Sajmirin përpara se të falenderoj të dyve. Sajmir, a është kjo pjesë e rasteve më të rënda të gjykuara ndonjëherë në Britani? Patjetër dhe kryesisht hyn dhe bën pjesë në një nga rastet më një rëndësie të veçantë që ka marrë një dënimin e dur. Pasi një tragjedi e tillë dhe një krim ndaj njerëzimit do dohet ta cilësoja, është tejet inhuman dhe të marrësh jetën e 7 fëmijëve, ky është dënimi
patjetër, forca e ligjit duhet të përpojë mbi çdo dënim dhe mbi çdo krim, dhe mbi të gjitha të japi mundësi personit që bën krimin që të paraqesi të gjithë situatat atenuante të arsyes pse ka vepruar. Por në rastin konkret, pas një hetimi të gjatë është vërtetuar se asnjë provë nuk është në favor të Lusit dhe patjetër dënimi ka qenë i drejtë dhe i duhur me 15 burgime të përjetshme. 15 burgime të përjetshme. Ju falenderoj shumë të dyve për komentet edhe për shkrimin e ngjarjes. Ju përshëndes. Për të bërë një përmbledhje të asaj për cilën po flisnin faktikisht edhe me Martinin dhe Sajmirin, bëhet fjalë për majin e vitit 2017 kur policia nisi hetimet për vajzën që shihnin në plan të parë, duke u fokusuar fillimisht tek ndarjet nga jeta të disa foshnjave në periudhën qershor të 2015 deri në korrik të vitit 2016. Më pas hetimi u zgjerua dhe i çoi detektivët drejt infermieres e cila u prangos në mënyrë të menjëhershme. Aktualisht 35 vjeçarja vuan dënime 15 të tilla, dënime të përjetshme pas shpalljes fajtore për vrasjen e 7 foshnjave dhe përpjekjen për të vrarë disa të tjerë mes tyre midis qershorit të 2015 dhe korrikut të 2016. Është infermierja e cila vuan dënimin pasi u akuzua për vrasjen e 7 foshnjave dhe vrasje të mbetur në tentativë të 10 të tjerëve. Mirë. Pak temat rënda faktikisht sot, po për shkak edhe të situatës të ngjarjes së rëndë të ndodhur në Shqipëri, por edhe këtij dënimi dhe hetimi që zgjati shumë që prej 2017-s e deri kur u mor vendimi për infermierën në Britani, duhet ndaleshim pak edhe për të kuptuar se janë ditë jo të mira faktikisht, domos nga ngjarja e ndodhur në Shqipëri që duhet thënë është rëndit sa aq më shumë kur dëgjuam dhe rrëfimin e nënës, e cila vionte të pohonte edhe sot se asgjë nuk dinte dhe nuk ka parë me sytë e saj, por dëgjon vetëm rrëfimin e vajzës. Kam përshtypjen në edicionet informative apo programe të tjera në Top Channel do keni mundësinë çdo ditë të mësoni edhe më shumë rreth kësaj ngjarje, për të cilat mendoj se është mirë të flitet në mënyrë që të mos shtohen edhe nga raste të tjera. Pas pak jeni me Pushim on Top, shihemi nesër.